Kryeministri Edi Rama vjen me një tjetër libër për publikun. Në muajin e Ramazanit prezantohet në sofrën e hënës një përmbledhje fjalëve dhe reflektimeve të kryeministrit Edi Rama gjatë mbrëmjeve tradicionale të iftarit të organizuara ndër vite. Gjatë fjalës së tij në aktivitetin promovues, kryeministri theksoi se ideja për botimin e këtij libri lindi nga miq dhe bashkëpunëtor musliman që agjërojnë. Kanë qenë shtyrsa e disa miqve musliman që agjërojnë që ti përmblidhja këto fjalë në këtë libër. Sipas tij, tradita e iftarit përfaqëson jo vetëm një ritual fetar, por edhe një moment të rëndësishëm bashkimi dhe dialogu shoqëror, që pasqyron vlerat e bashkëjetesës dhe harmonisë fetare në Shqipëri. Përtej atij sloganit që ne përsërisim shpesh të bashkëjetesës fetare, qëndron në fakt një thesar kulturash që vijnë nga feja këtu tek ne. Për kreun e qeverisë, iftari është për të gjithë. Në fakt, unë besoj që iftari është edhe për ateistët. Sofra është edhe për ateistët, nuk kam pse i ikin ftesës. Kryeministri lajmëroi dhe ngritjen e një muzeu të artit islam në Shqipëri pranë ish sarajeve të toptanëve. Për të ngritur edhe muzeun e artit islam në Shqipëri tek ish sarajet e famshme të toptanëve pranë Kalas Tiranës. Besnik Sinani, shkruesi pas thënies së librit, tha se ai është një dokument politik. Dhe në leximin tim, ky tekst, ky dokument politik, siç unë e kam quajtur në pasthënie, është pjesë e këtij riartikulimi. Kryeministri e përfundoi fjalën e tij duke thënë se tradita e iftarit përtej ritualit fetar është edukatë sociale, mësim social, është ushtrim social sepse është unike.